Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi sot raportin vjetor të SPAK-ut dorëzuar një ditë më parë në Kuvend. I pyetur për presionin që prokurorët e SPAK-ut kanë hasur nga politika dhe nga krimi, siç thuhej në këtë raport, Berisha u ndal në periudhën kur Tauland Balla ka qenë ministri i Brendshëm dhe se si ai ndërhynte në punët e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky është një tregues dramatik për vendin. Ky tregon çarjen përfundimtare të institucioneve mafioze, të narkoshtetit. Kjo tregon se në 83% të rasteve provat e krimit prishen, manipulohen, përdoren për pazare dhe nuk shkojnë në prokurori. Ky është zbatimi i urdhrit të Ramës. Edi Rama ka urdhëruar institucionet që të mos kenë komunikime me organet e drejtësisë dhe ky është një akt shumë i rënd, e them me bindjen më të madhe. Unë kam kërkuar që këto institucione të reformohen, nuk mund të imagjinoj kurrë që të shuhen apo të mos ekzistojnë. Natyrisht prokuroria misionin e kryen mbi dosjet që dorëzon policia, shërbimi i informacionit dhe administrata. Administrata ka me 10 punonjës që paguhen vetëm për këtë çështje. Duhet të çohen dosjet. Kur policia nuk çon 83% të dosjeve, rënia e dosjeve në një kohë kur kriminaliteti rritet me shifra më alarmante që mund të jetë në fushën e luftës kundër krimit. Proda është Matrix. Ilir Matrixi u emërua aty pikërisht për të mbrojtur krimin, për të fshirë dosjet e krimit dhe për të mos i dorëzuar. Se si Tauland Balla merr dosje nga SPAK e çon policinë në mënyrë që ta nxjerrë jashtë afateve ligjore. Lajm shumë i keq ky, thot Berisha. Sa i takon ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, Berisha i qëndron mendimit të tij që e ka dhënë edhe më herët se ai është ushtar i pojës.